Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahun e falenderoj, salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e dërgoj. Dita e 7 e muajit bekuar të Ramazanit. Edhe kjo ditë, si ditët e tjera, me një mesazh, një përgjigje në të cilën ose që u pyet i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe si shkak pyetja që u bë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këtë përgjigje sot ta kemi edhe ne dhe të mësojmë nga shpallja, nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si çdo ditë edhe këtë ditë, lutemi e lutim Allahun me plot sinqeritet që agjërimit na e pranoj. Lutim Allahun subhanahu wa taala që ky Ramazan për ne të gjithë të dëshmoj. Lutim Allahun fuqiplot që të vdekurit Allahu t'i mëshiron, të devijuarit Allahu t'i udhëzon, të varfrit Allahu t'i pastron, të dobësit Allahu t'i forcon. Lutim Allahun që të vdekurit t'i mëshiron, shtratin e xhenetit t'u ashtron, xhenet me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të gjithë të na bashkon. Vëllezër motra, të dashur, të nderuar agjërues. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha me një hadith të cilin e transmeton Abdullah bin Umair radhiyallahu anhuma, i cili hadith shndron në Sahih Buhari dhe Muslim, tha për gjunave tha të mëdha min akbar al-kaba'ir an yal'ana ar-rajul walidayh. Për gjunave të mëdha është që njeriu t'i mallkon prindërit e tij. Kur e tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam këtë fjalë, se për gjunave të mëdha është kur njeriu i mallkon prindërit e tij ose t'i mallkoj prindërit e tij. Tash me një fjalë u habitën sahabët si mundet njeriu t'i mallkoj prindërit e tij dhe i thanë dhe pyetën. Tash këtu lindi pyetja. Thanë ja Resulullah, si mundet njeriu t'i mallkoj prindërit e tij? Si mundet një burr t'i mallkoj prindërit e tij? Tha, ja shan tha babën dikujt që ai t'i shaj babën atij. Dhe ja shan tha nanën dikujt që ai t'i shaj nanën atij. Pra në këtë mënyrë i mallkon prindërit e tij. Vëlla jem, motra ime, mos shaj, mos ofendo, mos të çmo, mos hyej. Sharja, çdo fjalë e keqe, e rëndë, e pistë, e fllishtë është ndaluar fetarisht. E veçanërisht, nëse ti ja shan dikujt prindërit, edhe që sharja është bërë tash pjesë e pandashme e jetës së njerëzve, një pjesë e pandashme që nuk dahet se njerëzit më të madhe shajnë natën e ditën, tash është bërë, është normalizuar, dhe është bërë diçka shumë normale, shumë e thjeshtë që dikush t'ja shajë nanën ose babën, dhe subhanallahu, Allahu na fal, derisa edhe ja shajnë bashortë të njëri tjetrit. Vëllezër, këto janë veprime, janë gjëra të ndaluara në fenë e Allahut fuqiplot. E libri i Allahut që i shënon veprat e njerëzve, të mira të këqijat, nuk lë asnjë vepër e madhe apo e vogël. Gjithçka regjistrohet. Sharja, fyrja që u bëhet të tjerëve, me sebeb ose me shkak që ai i shan prindërit, kjo është mallkim ndaj prindërve tu. Kjo është mallkim ndaj prindërve tu, dhe mos harro se obligimet e vladit ndaj prindërve janë më të mëdha pas vdekjes së prindërve se sa gjatë jetës së tyre. E gjithashtu edhe gjatë jetës së tyre. Dhe kjo tregon se respekti i prindërve është prej obligimeve, prej detyrave me të cilët na ka obliguar Allahu subhanahu wa taala, dhe sharja, fyrja që u bëhet prindërve është ndaluar fetarisht, ajo ndalohet të tjerëve, po ku ti më shan dikujt çaj qëllimisht të t'i shan prindërit e tu, që kjo në esencë për ty është mallkim. Ai i cili ka prindërit të gjallë, Allahu t'ia ruan, të jep ymër, kuvet, forcë, ymër të gjatë në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Ata të cilët i kanë të vdekur, Allahu t'i mëshiroj, Allahu për xhenetliu t'i bëj. Lusë Allahun fuqiplot që prej të udhëzuarve Allahu të na bëj, me detyri të dobishme Allahu na furnizoj. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.